Këtë pyetje po ja bën Allahu subhanahu wa taala njerëzve në Kur'anin famlart. Fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Ky Zot i cili të krijoi, të drejtoi dhe të formsoi në atë formë që ai dëshiroi, në formën më të mirë të mundshme, në formën më të bukur që edhe vetë njeriu sikur të mendonte, nuk do të kish mundësi që të del me një rezultat më të mirë apo me një formë më të mirë. Allahu i lartësuar po ashtu në Kur'anin famlart ju bën thirrje njerëzve, ju bën thirrje robërve të vet dhe ju thot: o ju robërit e mi, pra, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut, pa marr parasysh kush jeni, pa marr parasysh ku jeni, pa marr parasysh sa mëkate keni bërë, sa gjunahe i keni bërë Allahut të lartësuar, pa marr parasysh sa e keni ngarkuar vetveten tuaj me mëkate dhe gjunahe, asnjëherë mos i humbni shpresën nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut fuqiplot, sepse nëse i ktheheni atij me pendim, ai e pranon atë. Allahu i lartësuar thot: Kul ja ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. O ju robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar vetveten me shumë mëkate, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu i fal të gjitha mëkatet. Allahu i fal të gjitha mëkatet, sepse Allahu është Ghafur, falës dhe Rahim, mëshirues. Pra, mos e humbni shpresën. Nëse mëkatet tuaja të shumta, të cilat e keni bërë në të kaluarën, janë pengesa juaj për t'ju kthyer Zotit tuaj, atëherë dijeni se kjo në realitet nuk është pengesë për Allahun fuqiplot, dhe se ai ju thirr që ju t'i ktheheni atij me pendim, dhe se ai është falës dhe mëshirues.